Ç'ndodhi? Gerta Gigjari merr kritika të forta. Denigrim. Një mirditor ka denoncuar ashpër mënyrën fyese dhe të papërshtatshme se si është paraqitur veshja tradicionale mirditore në një sfilat mode të zhvilluar së fundmi në Tiranë, ku morën pjesë figura publike, mes tyre Gerta Gigjari. Denoncuesi shprehu indinjatën e tij për keqtrajtimin e kësaj veshjeje, e cila është shpallur zyrtarisht kryevlerë kombëtare e trashëgimisë kulturore jo materiale. Mirditori theksoi se veshja kërkon të mbrohet dhe të përcillet brez pas brezi, e jo të keqpërdoret nga persona që nuk e kuptojnë domethënien e saj. Është për të ardhur shumë, po shumë keq se si e kanë denigruar veshjen e mrekullueshme të gruas mirditase, shkroi ai. Veshja e mirditës mbart një thesar simbolik, duke përfshirë elementë si gryka e qëndisur, tlinat, xhupi, si dhe simbole që lidhen me trashëgimin iliro-arbërore. Qëndismat e xhupit të saj, që përfshin shqiponjen e stilizuar dhe kryqin, janë dëshmi të periudhës së formimit të shtetit të Arbërit në shekullin XI. Mirditorët apelojnë për respekt ndaj simboleve kombëtare dhe kërkojnë që veshjet tradicionale të trajtohen me dinjitet, duke mos u shfrytëzuar për protagonizëm të zbrazët. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.